Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallu wa sallim wa ubarik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, çojmë salavat për profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit, dhe më pas vazhdojmë të jemi në shoqërinë e surës Sad dhe pikërisht kemi hyrë në historinë e Davudit alayhis salam, këtij profetit të zgjedhur, të cilin Allahu xhaleshanu e quajti, domethënë abd, pra rob adhurues dhe shekur, mirënjohës ndaj Allahu xhaleshanu. Madje e urdhëroi vazhdimisht në këtë sure të shikosh që urdhëron Allahu subhanahu wa taala për mirënjohje ndaj tij dhe për të qenë të drejtë. Pra në historinë e Davudit folëm pak herë në shkuar. Edhe sot do të flasim për disa veçori që ju dhan këtij profeti të dalluar. Elus Allahu subhanahu wa taala që të përfitojmë nga mësimet që kanë nxjerrë dietarët nga këto ajete, dhe edhe ne të bëhemi ose të ecim në rrugën e këtyre adhuruesve të mirë, të cilët e adhuruan Allahun xhaleshanu me sinqeritet, u përkushtuan në jetën e kësaj dynjaje për drejtësinë, për të vërtetën, dhe elhamdulillah Allahu subhanahu wa taala i nderoi ata. Elus Allahun që edhe ne të ecim në gjurmët e tyre. Në vijim, thot Allahu subhanahu wa taala, ne bëm që edhe malet së bashku me të bënin tasbih në mbrëmje e në mëngjes. Allahu i lartësuar i nënshtroi malet që të bënin tasbih së bashku me Davudin alayhis salam. Një veçori kjo që ju dha këtij profeti të nderuar. Imam Kurtubiu thot, Allahu i lartësuar përmend këtu argumentin dhe mrekullinë që i dha Davudit. Për kjo ishte një mrekulli dhe argument i qartë që njerëzit e vërenin se kur diçka është mrekulli kur njerëzit e shohin atë si diçka të jashtëzakonshme dhe kuptojnë që këtë ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Këtij robi të zgjedhur që elhamdulillah njerëzit ta kuptojnë që ai flet në emër të Allahut dhe ai është profeti i Zotit. Prandaj çdo fjalë që ai flet ose çdo ligj që ai e sjell duhet zbatuar dhe duhet ndjekur. Pra kjo ishte një mrekulli që ja dha Davudit alayhis salam, lavdërimin e bashkëshoqëruar të maleve me të. Po kështu edhe të shpendëve, si do të vijmë më pas. Madje, përveç kësaj, si mrekulli, i dhuroi Zoti subhanahu wa taala Davudit alayhis salam dhe Sulejmanit, i dhuroi mundësinë që të kuptonin gjuhën e kafshëve dhe të shpendëve, subhanallah. Arrin të kuptonin gjuhën e tyre. Çdo krijesë ose Allahu subhanahu wa taala ka ndarë në popull. Edhe ata në popull dhe krijesa i ka ndarë Zoti si njerëzit. Subhanallah, i dha mundësinë Allahu subhanahu wa taala, si thot në një ajet tjetër, wa ullimna mantiq at-tayr, dhe na mësua gjuha e shpendëve, subhanallah. E mësonin domethënë dhe kuptonin. Kjo është një veçori që i dha Zoti subhanahu wa taala këtyre profetëve. Sikundër shumë profetë të tjerë ka dhënë Zoti xhaleshanu mrekulli të tjera, që alhamdulillah ata të kuptoheshin mes popullit që flisin në emër të Allahut xhaleshanu. Thot, pra edhe një Imam Kurtubiu, Allahu i lartësuar përmend këtu argumentin dhe mrekullinë që i dha Davudit alayhis salam. Lavdërimin e bashkëshoqëruar të maleve me të. Muqatili ka thënë, vazhdon Imam al-Qurtubi, kur Davudi e përmendte Allahun, bënte tasbih, pra bënte dhikr, edhe malet e përmendin me të dhe ai kuptonte lavdërimin e tyre. Dhe kuptonte Davudi alayhis salam lavdërimin e tyre. Ndërsa Ibn Abbas i ka thënë, fjala yusabbihna, pra që e lavdëronin dhe thonin tasbih për Allahun, çdo do thot faleshin. Pra kjo ishte mënyra se si ato faleshin për Allahun xhaleshanu. Kjo ishte mrekulli vetëm nëse njerëzit e shihnin dhe e njihnin ata, sikur se tham pak më sipër. Pra kur është mrekulli diçka, kur njerëzit e vërejnë këtë lloj veçorie që i është dhënë një profeti nga Allahu xhaleshanu. Muhammad ibn Ishaq ka thënë, Davudit ju dha një zë aq i bukur, saqë tingulli i tij jehonte mes maleve me një kumbim të mrekullueshëm, subhanallah. Domethënë ai këndonte mes në ato luginat ku ai jetonte dhe këndonte domethënë tasbih për Allahun xhaleshanu, këndonte zeburin, që zeburin janë lavdërimi për Allahun xhaleshanu, kumbonin malet dhe e shoqëronin pra me jehonën e tyre. Dhe zogj ndalonin për ta dëgjuar, subhanallahu. Zogj e qiellit qëndronin krah hapur siç do të vijmë poshtë. Pra qëndronin krah hapur në momentin kur ai bënte tasbih Allahut. Kjo është madhërimi i Allahut xhaleshanu. Padyshim kjo është një pamje e mrekullueshme, po ta mendosh që gjithë krijimi i bashkohej domethënë me Davudin alayhis salam kur ai bënte lavdi Allahu subhanahu wa taala. Ky është lavdërimi i maleve dhe i zogjve së bashku me të. Disa të tjerë kanë thënë Allahu i lartësuar i nënshtronte ato
malet madje që të lëviznin në të, subhanallahu, me Davudin alayhis salam, kur ai pra adhuronte Zotin. Dhe ky ishte lavdërimi i tyre. Pra lëvizja e tyre në nështrimi gjatë kohës kur Davudi adhuronte Zotin, ju nështruan malet, sepse Allahu s'është do të vi poshtë në një ajet tjetër, ja gjibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. I drejtohet Allahu maleve, ju thot, o ju male thot, awwibi ma'ahu. Domethënë pendohuni së bashku dhe përkushtohuni së bashku me Davudin alayhis salam në tesbihun dhe madhërimin që bën Allahu. Domethënë Allahu urdhëronte malet, subhanallahu. Domethënë awwibi ma'ahu. Domethënë ktheu dhe adhuroi Allahun subhanahu wa taala së bashku me Davudin alayhis salam. Kjo ishte një veçori e madhe që u dha Davudit alayhis salam nga Zoti i Gjeleshanu. Ky shpjegim është sqaruar në surat e tjera, në surën Sebe dhe në surën Al-Isra, tek fjala e Allahut subhanahu wa taala kur thot: "Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Nuk ka gjë që të mos i bëj tasbih Allahut. Por ju nuk e kuptoni tasbihun e tyre. Pra nuk e kupton gjuhën e tyre. Davudit alayhis salam ja kishte mundsuar Allahu Gjeleshanu që kuptonte tasbihun e këtyre krijesave. Dhe kjo e përforcon dhe më shumë mendimin që se disa thonë që cili është tasbihu i maleve ose i gjithësisë për Allahun, është në nështrimi i saj në rregullat që ka vendosur Zoti. Jo, mendimi i saktë është që tasbihu, namazi i tyre, është namazi i veçantë që ato ja përkushtojnë Allahut, jo vetëm në nështrimi. Është namaz ose themi lutje dhe përkushtim që ja përkushtojnë këto krijesa Allahut Gjeleshanu. Pra, ka mundësi edhe kjo e përforcon atë që sipas mendimit më të saktë, lavdërimi bëhet me fjalë, pra me fjalë nga këto krijesa të Allahut Gjeleshanu. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, edhe shpendët mblidheshin tuf dhe të gjithë së bashku me të i drejtoheshin Allahut. Subhanallah. Mblidheshin gjithë shpendët u gjatë kohës që ai bënte namazin. Domethënë xhamati shpeshherë i Davudit alayhis salam ishin malet, shpendët e shoqëronin në adhurimin që bënte për Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu Gjeleshanu në surën Sebe, ne i dham Davudit një dhunti shumë të madhe nga ana jon. Laqad atayna Dawuda minna fadla. Ne i dham, thot Allahu subhanahu wa taala në surën Sebe, Davudit mirësi shumë të madhe, fadl. Shtesë nga mirësia e Allahut Gjeleshanu. Ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayr. O male dhe ju shpend, thurni lavdë për Allahun së bashku me të, së bashku me Davudin. I urdhëroi Allahu, siç thamë pak më sipër, pra malet dhe shpendët. Kështu edhe zogjt bëni tasbih së bashku me Davudin alayhis salam, duke zgjatur dhe përpunuar zërin sikurse ai, subhanallahu. Përfitoro, domethënë të shoqëroi një kor zogj të ndryshëm me zërat e tyre të bukur, ndërkohë që ai i thurte lavdë për Allahun Gjeleshanu. Një harmoni mes Davudit alayhis salam dhe lavdëve që bënte dhe natyrës. Domethënë për adhurimin e Allahut Gjeleshanu. Kur zogj kalonin mbi të dhe dëgjonin këndimin e mahnitshëm të zeburit që i dha Zoti Gjeleshanu Davudit alayhis salam, ata nuk mund të largoheshin nga ai, subhanallahu. Të largoheshin dot. Qëndronin aty domethënë në momentin që ai lavdëronte Allahun. Prandaj qëndronin pesë në ajër dhe bënin tasbih së bashku me të. Ndërsa malet e larta përcillnin dhe e kthenin me Jehon tasbihun e Davudit alayhis salam, me bukurinë e Jehonës që krijonin pra këto krijesa të Allahut Gjeleshanu. Në harmoni me krijesat në adhurim. Kjo ishte një veçori e rrallë e profetit Davud alayhis salam. Kur ai këndonte tasbih e lavdëronte Allahun, e gjithë natyra sikur i bashkohej lavdërimit të tij. Kurani na thot se Allahu i nështroi kodrat për malet dhe shpezët që të bënin tasbih së bashku me Davudin në mëngjes dhe në mbrëmje. Mendja dhe zemra mbeten të mahnitura para këtij përshkrimi. Thon dietar, ne i bëm malet me të që të lartësonin Zotin në mbrëmje dhe në agim. Edhe shpendët të tubuara që ndronin pranë tij. Imagjino malet e heshtura që marrin gjallëri dhe gumzhi me Jehonën e zërit të Davudit alayhis salam. Imagjino shpendët që ndalin fluturimin, grumbullohen pranë tij e cisorojnë, domethënë duke shoqëruar Davudin alayhis salam. Të gjitha pa përjashtimi u bashkuan Davudit në drejtim, pa duke drejtuar tek Zoti i tyre subhanahu wa taala. Kjo mrekullisht e dhuratë e Zotit për Davudin alayhis salam si shenjë dashurisë dhe gradës së tij. Tek ai zemra dhe gjuha e përmendin krijuesin me aq përkushtim, saqë edhe gurët dhe zogjt i përgjigjen pra këtij adhurimi. Ibn Kathiri tregon se kur Davudi alayhis salam e përforcoi Ibn Kathiri këtë shpjegim pra të ajetit, kur Davudi këndonte alayhis salam psalmet e Zeburit me zë melodioz, shpezët ndaleshin pezull në ajër për ta dëgjuar dhe nuk largoheshin. Ndërsa malet e larta ja kthenin Jehonën si në një refren kozmik, domethënë të gjithë krijesave, të krijesave.
që përkujtonin Allahun xhaleshanu. Në fakt, e tërë gjithësia i këndon dhe e lavdëron Allahun xhaleshanu. Por ata që janë të përgjegjshëm ligjërisht, Zoti ka zgjedhur të jenë dy kategori. Pra njerëzit dhe xhinët. Këta janë dy që i quhen Allahu al-thaqalan, si thotë në surën Ar-Rahman. Sanafrugu lakum ayyuha al-thaqalan. Pra do merrem me ju të dy, o ju dy të rëndësishmit, njerëz dhe xhin. Pra këta janë përgjegjshëm. Tyre u ka dërguar Zoti profet, u ka sjell libra, i ka urdhëruar që ndrojnë brenda kufive, të adhurojnë Zotin me mënyrën që ai e ka përcaktuar. Dhe nëse i përgjigjen kësaj ftese, elhamdulillah, ata shpërblen në dynja dhe në ahiret. Nëse e refuzojnë, të mirë ata se edhe në dynja nuk do të jetojnë të lumtur plotësisht ashtu si do çdo kush të jetojë, por edhe në ahiret Allahu musta'an do të jenë të ndëshkuar. Tek Davudi alayhis salam, Allahu e bëri të dukshme këtë harmoni të krijesave në adhurim. Ndoshta që ne të ndërgjegjësohemi se nuk jemi vetëm, subhanallahu. Pra kur mendon robi dhe thot subhanallahu, edhe malet adhurojnë Allahun, edhe shpendët adhurojnë Allahun, edhe krijesat adhurojnë Allahun, çdo krijesë adhuron Allahun. Ka mënyrën e saj të adhurimit. Subhanallahu. Pra kur njeriu e mendon diçka të tillë, edhe kur është në një shoqëri njerëzish që mbase mund të jenë mohues të Zotit, as e besojnë Allahun subhanahu wa taala, madje të kundërtën bëjnë dhe ndjen veten të vetmuar mbase të vetëm, mos mendo se je vetëm. Elhamdulillah, je, domethënë mes gjithë krijesave të Allahut, ti je së bashku me gjithë gjithësinë, pra je bashkë me ta. Këta janë shumë të pakët, edhe nëse janë miliarda. Pra këta njerëz mosbesimtar janë shumë të pakët, edhe nëse janë miliarda që nuk besojnë Allahun, ta dish se janë shumë më tepër se aq prej krijesave të Allahut që së bashku me ty adhurojnë Allahun. Prandaj thon dietarët, kur bie në sejdë, dheu në ballin tën tashmë është në sejdë me ty. Kur ne ngrem duart lart në lutje, edhe pemët, degët, domethënë drejt qiellit, elhamdulillah janë me ty. E dini atë subhanallahu, kur vdes robi besimtar, subhanallahu, ka disa gjurmë që vinë nga sahabët që thonë qajnë qielli dhe toka, subhanallah. Toka, vendi ku ai bënte adhurime, kur falte namazin, atje ku binte në sejdë, atje ku bënte dhikr, lexonte Kur'an, ai vend i tij domethënë qan për të. Sepse ai ku i robi mirë nga dynjaja. Domethënë mos mendo se je vetëm në dynja. Kjo është thelbi i kësaj që thonë, pra kur mediton në këto ajete ose këto mirësi që ka dhënë Allahu xhaleshanu, mos mendo se je vetëm në adhurimin, je së bashku me krijesat e tjera. Dhe elhamdulillah do kënaqesh me mirësitë e Allahut xhaleshanu. Pra asnjëherë mos e ndjesh veten. Prandaj edhe në namaz në Fatiha kur themi, nuk themi më udhëzo mua në rrugën e drejtë, si themi? Na udhëzo në rrugën e drejtë. Na udhëzo në më shumë apo jo. Edhe pse ti vetë po lutesh vetë. Pa thua na udhëzo në rrugën e drejtë, pra ti je pjesë e atyre që adhurojnë Allahun xhaleshanu. Dhe lutesh në namaz ta bëj për atyre që domethënë Allahu kënaq prej tyre. Që ishin siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, atyre që Zoti u bëri begati. Kush janë ata? Sa të shumtë janë profetët që dërgoi Allahu xhaleshanu. Sa të shumtë janë besimtarët gjatë gjithë historisë që kanë besuar Allahun subhanahu wa taala. Edhe pse në popujt e tyre ishin të pakët, por ata prap janë të shumtë. Që ti je pjesë e tyre. Dhe mendo ditën e gjykimit, elhamdulillah, do të tuboj Allahu subhanahu wa taala së bashku me ata njerëz të mirë. Dhe ajo do të jetë shoqëria më e mirë. Do të jesh mes tyre i qetë ditën e gjykimit, pas një lloj brenge dhe frike. Kështu që elhamdulillah edhe vetmia e kësaj dynjaje mos të shqetësoj inshallah në këtë udhëtim. Kështu besimtari që kujton Allahun ndihet i lidhur ngushtë me gjithë krijimin e tij, në paqe dhe në harmoni me gjithë botën. Davudi alayhis salam na mëson të hapim zemrat dhe të bashkohemi me, si thon, tesbihun e përjetshëm që gjymon në mbar krijimin e Allahut xhaleshanu. Të gjithë adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Njeriu i shkret mendon se, domethënë, nëse nuk e adhuron Zotin mos vall i bën dëm Zotit xhaleshanu. Allahu subhanahu wa taala ka melaike, domethënë pa fund po të thuash nuk e di numrin e tyre, subhanallah. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur u ngjit lart në Mi'raj, çfarë tha? Pra, mendo ato 7 katë që sa të mëdhenj janë, që jenë nga njëri tjetri. Në krahasim me paraqellit dunjas me të dytin, me të tretin, i shtati, mendo se sa të vegjël jemi ne këtu në tokë, në këtë vend, në këtë botë të vogël. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, në çdo vend në qiell kur u ngjit nuk pash një pëllëm vend bosh. Pra në çdo pëllëm vendi nuk kishte vend bosh, pa ishin me lajke ngjeshur me njëri tjetrin në safe. Vendosur në safe, siç vendosen besimtarët në safe në rreshta, kështu janë me lajket në qiell. Për tyre ka që rinë në këmbë dhe adhurojnë Allahun, për tyre që janë në ruku, për tyre që janë në sejdë, më adhurojnë Allahun xhaleshanu.
Kujtohen se këta njerëzit domethënë që e shpërfillin adhurimin e Allahut xhalesha, dëmtojnë Zotin subhanahu wa taala. Ka Zoti adhurues sa të duash. Domethënë që nuk ka nevojë për adhurimin tonë Allahu xhalesha. Por ti ta ndihesh veten që elhamdulillah je pjesë e këtyre adhuruesve të mirë. Nuk je pjesë e vogël e kësaj dhunjaje, je pjesa më e madhe, që është gjithësia që adhuron Allahun xhalesha. Prandaj mos ndihet njeriu i vetmuar në këtë jetë. Nëse ndjen domethënë që nuk ka shoqërues shumë në rrugën e adhurimit të Allahut xhalesha. Kjo e mbush shpirtin me gëzim dhe respekt. Çdo krijesë, qoftë male madhështore, zogj të vegjël, i bindën Allahut xhalesha. Prandaj edhe ne si pjesë e krijimit duhet të mos mbesim pas në këtë madhërim që bën krijimi për Zotin xhalesha. Madje ne akoma më shumë sepse jemi të përgjegjshëm ligjërisht, jemi më të privilegjuar nga Allahu xhalesha. Ka dhënë Allahu subhanahu wa taala shumë e shumë mirësi që kërkojnë me njohje. Nëpërmjet këtyre pamjeve të mrekullueshme, Zoti na kujton gjithashtu se forca e Davudit alayhis salam u manifestua jo si sundimtar arrogant dhe shtypës. Ishte mbret, vërtet, por nuk ishte arrogant dhe shtypës, por si njeri i përulur që këndon lavdërime Allahu xhalesha me zemër të butë. Vlera e vërtetë e njeriu tek Allahu matet me sa shumë e përmend dhe falenderon atë, jo me sa shumë pushtet ka në tokë dhe sa pasuri dhe mbretërim mund të ketë ai në tokë. Mbase, prandaj Allahu e zgjodhi pikërisht Davudin alayhis salam prej gjithë profetëve që ta bënte shembull te fjala drejtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se vendon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të ishte udhëheqësi i gjithë botës tashmë. Dhe feja që solli ai do të jetë feja që do zotrojë në këtë botë. Edhe pse urrejnë mohuesit. Thot Allahu xhaleshanu që është ai që dërgoi profetin e tij me bil huda wa dinil haq, pra me udhëzim të qartë dhe me fe të vërtetë. Li yudhhirahu ala ad-din kulli, që ta bëjë e përm mbi të gjitha fetë dhe besimet. Walau kariha al-mushrikun, edhe nëse e urrejnë idhujtarët. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka nevojë për këto këshilla, për shembuj të mirë. Prandaj dhe zgjodhi Allahu xhaleshanu Davudin alayhis salam, sa duket, pikërisht për këto veçori të tij. Të tilla, domethënë që mbretërimi i tij ku ishte bazuar, jo më domosdoshmë në forcë ose në pasuri. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ofrua pasurinë e botës. I ofroi mbretërimin deri në fundin e dunjas. Ti jetonte si mbret në këtë dunjë, ti kishte të gjitha dhe tek Allahu të mos i mungonte asgjë. Mos i paksoi asgjë nga sevapi dhe madhështia në ahiret. Por pra, çfarë zgjodhi profeti sallallahu alaihi wasallam? Abden shakura. Pra ti jetë rob i nënshtruar i Allahu xhaleshan. Nuk preferoi këtë gjë. Pra ja dha këtë shembull Allahu xhaleshan për t'i treguar që zotërimi, mbretërimi, sundimi në këtë dunja është i lidhur ngushtë me çfarë? Me rregullimin e asaj çka mes teje dhe Allahu xhaleshan. Jo thjesht me pasuritë ose me mjetet e kësaj bote. Nuk fitohet pushteti me pasuri të madhe ose me ndikim themi toksor. Por se fitohet me çfarë? Me marrëdhënien që ndërton me Allahun xhaleshan. Prandaj i thot Allahu xhaleshan profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe ne në këto ajete wadhkur abdana Daud. Kujtoje robin ton, adhuruesin ton. S'ma qen abd. Kujtoje adhuruesin ton Davudin. Si për të thënë se forca që buron nga imani është më e madhja forcë. Forca që buron nga adhurimet që bën për Zotin është më e madhja forcë. Daudi njihet nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam si adhuruesi më i madh i Allahut. Prandaj profeti e merrte, sikur se tham herën e shkuar, e merrte si shembull. Adhurimi më i mirë është adhurimi i Davudit. Namazi më i mirë, namazi i Davudit. Agjërimi më i mirë, agjërimi i Davudit alayhis salam. Jo se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte më i pakë në adhurime, padyshim. Nuk ka të krahasuar adhurimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, adhurimi askëm, askujt prej njerëzve në këtë dunjë. Qofshin, domethënë profet apo poshtyre, aq më tepër. Megjithatë, ai merrte si shembull Davudin alayhis salam për treguar që është shumë e rëndësishme adhurimi i Allahut xhaleshan. Brenda një dite inate, Davudi alayhis salam gjente kohë për mbretërinë e vet, por edhe për namazin, për njerëzit, por edhe për Zotin e njerëzve. Te ky ekuilibër qëndron bukuria e vërtet e jetës. Ti kryejmë me zel detyrat tona në tokë, por zemrën ta mbajmë gjithmonë të kthyer nga qielli. Pra, i dha një shembull shumë të mirë se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ishte vetëm adhurues ndaj Allahut xhaleshan, do të kishte preokupime me njerëzit, do të kishte halle dhe probleme, luftra, do të kishte probleme që duhet të zgjidhen në dynja. Dhe në fakt subhanallahu ky është mësim për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky ummet kështu do të jetë, do të ketë preokupime dynjaje, do të ketë preokupime të vështira që edhe halle dynjaje edhe sprova në dynja. Kjo do të thotë njeriu të heq dorë nga, domethënë nga përgjegjësitë që ka në dynja. Por të gjejë kohë patjetër lidhje me Zotin e tij. Madje forca e tij, prehja e zemrës së tij, qetësia e zemrës së besimtarit me çfarë është e lidhur? Lidhur me adhurimin e Allahut xhaleshan. Edhe pse dynjaja mund ta ngarkojë, pra le të kthehet besimi dhe lidhja me Allahun, qetësimi i zemrave tona dhe i syve tona. Si thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë i thoshte Bilalit:
Rihna ja Bilal. Na qetëso Bilal, na qetëso. Bilal ishte muezini. Në thirrje ezanin të qetësohemi. Domethënë që gjente prehje dhe qetësim nga shqetësimet e dunjas dhe nga sprovat e sa më çfarë me adhurimin e Allahut xhalesha. Pra shembull që na jep Allahu xhalesha përmes këtyre profetëve të zgjedhur, ja jep Muhamedit sallallahu alaihi wasallam por edhe ummetit e tij që ata ta gjejnë kohën për gjithçka. Dhe kjo është jeta e plotësuar në këtë dynja. Pra njeriu të jetë i përkushtuar në të gjitha pra këto aspekte të jetës. Kur e bënte këtë tasbih thot në mbrëmje dhe në agim. Fjala el-ishraq nuk kupton momentin kur dielli ndriçon pasi ka lindur. Pra këtu në këtë ajet na jep Allahu xhaleshanu dy vakte shumë të rëndësishme të dhikrit. Në të cilat dhikri është mirë që të bëhet në këto vakte, në mënyrë të veçantë të shtohet në këto vakte. Që është momenti domethënë derisa lind dielli, gjatë kohës pasi fal namazin e sabahut dhe lind dielli, përveç kësaj le të qëndrojë dhe pak kohë. Jo direkt sa të lind dielli të ngrihet njeriu dhe të largohet. Jo. Duhet, pra vakti i ishraqut që përmend në këtë ajet është kur dielli ka lindur dhe ishraqat. Domethënë kur është përhapur drita e tij. Çdo thot, pra Davudi e lavdëronte Allahun pas faljes së tij në agim, në çastin e lindjes së diellit, ashtu edhe në mbrëmje, në kohën e perëndimit të tij. Transmetohet nga Ibn Abbasi, edhe këtu kemi një dobi të sjell nga sahabët, domthonë prej adhurimeve që bëhen në kohën e ishraqut, përveç faktit që pas namazit sabahut ulesh dhe bën dhikrin e sabahut dhe bën ato për kujtimin e Zotit, mund të vendosësh disa lloj dhikre që i ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam. Për shembull thuash la ilaha illallah, përveç dhikrit të rregullt të sabahut që bën ato dhikret që janë të shënuara në librin alhamdulillah, përveç kësaj mund vendos njeriu një lloj mase dhikri për veten e tij. Që janë ujrë të caktuara për shkak që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Ndër ato që ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 herë. Domthon para se të lind dielli. Pastaj subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Edhe kjo 100 herë. Këto janë al-baqiyatu s-salihat. I ka thënë Uthman ibn Affani, siç vjen në transmetime. Pra ato janë veprat e mira që mbeten me njeriu. 100 herë këto. Pastaj mund thuar salavat për profetin sallallahu alaihi wasallam. Profeti alayhis salam ka thënë man salla alayya salatan wahida sallallahu biha 10. Ai që çon salavate për mua një herë të vetme, Allahu çon për të 10 herë salavate, pra ti fal gjunafet etj etj. Pra 100 herë salavate për profetin. Duke thënë salavat të thjesht, jo me patjetër salavatet Ibrahimei që themi në namaz, por Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. O Zot, salavat dhe selam për profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra 100 herë salavate. Mund të thuar disa të tjera subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim 100 herë. Edhe kjo, si thot profeti alayhis salam, janë dy fjalë të thjeshta ndërshqiptuar, të rënda në peshojë dhe të dashura tek Rahmani. Subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim. Pra i thua 100 herë dhe këto, ose subhanallahi alazim wa bihamdi, kush e thot këtë, i mbyllet një hurm në xhenet, ose i falen gjunafet, edhe sikur të jenë sa shkumba e detit. Gjithashtu istighfari duhet të jetë i pranishëm në mëngjes dhe në mbrëmje. Pra istighfari domethënë formë thjesht astaghfirullahil azim ose astaghfirullah wa atubu ilayh, ose kërkoj falje dhe pendohem tek ti. Ose më thuash atë formulimi istighfari shumë të zgjedhur, domethënë që falen gjunafet thot profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe sikur ti ikesh nga fronti i luftës. Astaghfirullahil azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Nëse thua këtë, mund ta thua shumë herë gjatë mëngjesit, ose a ka mundësi gjatë gjithë ditës kur pret ose kur qëndron sa më shumë istighfar. Po sidomos në këtë kohë. Nëse i thua të gjitha këto, edhe vjen momenti që lind dielli dhe është rakat, pra fillon dhe ndriçon mirë, jo vetëm që sa ka lindur, se në këtë kohë është ndaluar namazi, dhe s'lejohet të falësh namaz në kohën kur është duke lindur dielli, pra lere të lind dielli akoma. Dëgjoni pra disa transmetime nga sahabët në lidhje me këtë kohë. Edhe me një adhurim tjetër që bëhet në këtë kohë dhe shumë njerëz janë domethënë gafil, janë të pavëmendshëm ndaj saj, edhe pse shpërblimin e ka subhanallahu shumë të madh. Pra, transmetohet nga Ibn Abbasi, radhiyallahu anhu, thot lexoja shpesh këtë ajet në mbrëmje dhe në agim, pra që Daudi alayhis salam fale dhe bënte dhikr Zotit. Dhe nuk e kuptoja plotësisht kuptimin e tij, derisa më tregoi Ummu Hani. Ummu Hani ka qenë afër me profetin sallallahu alaihi wasallam, pra nga gjaku. Dhe shkoi profeti sallallahu alaihi wasallam në çlirimin e Mekës, shkoi tek shtëpia e saj që të lahej, të pastrohej,
Dhe Hani tregon tani këtë çfarë ndodhi me profetin sallallahu alajhi wasallam. Tregoi Hani se i dërguari i Allahut hyri tek ajo, kërkoi ujë për abdes, mori abdes dhe fali namazin e duhas. Pastaj tha, Hani, ky është namazi i ishrakut. Pra ky është namazi i, domethënë ishrakut që është lindja e diellit. Që përmend edhe në këtë ajet, që i bënte tasbih Daudi alayhis salam në mbrëmje dhe në ishrak. Kjo është namazi i ishrakut. Pra e lidhi profeti sallallahu alajhi wasallam që adhurimin e mëngjesit, përveç tyre që tham këtyre dhikrave, pra atyre adhurimeve është falja e namazit të duhas. Që e konsideron që është namazi i ishrakut, i lindjes së diellit. Dhe ka sevape të mëdha, ka hadithe, do përmendim disa prej tyre. Vazhdojmë me fjalën e dietarëve. Ikrimet transmeton se Ibn Abbasi ka thënë: dikur kisha një lloj ngurimi lidhur me namazin e duhas. Pra namazin e paradites që thuhet, pas sabahut dhe para drekës, në mes këtyre vakteve. Derisa ai gjeta përmendur në Kur'an. Ata lavdëronin në mbrëmje dhe në agim. Që nga ajo kohë, thot ai, Ibn Abbasi e falte rregullisht kënë namaz. Ikrime ka qenë nxënës i Ibn Abbasit, ka qenë për tabeinëve. Pra Ibn Abbasi turjuman në Kur'an, përkthyesi i Kur'anit, shpjeguesi i Kur'anit, thot që pas asaj kohe dhe këtij ajeti, elha nuk kam hequr dorë, domethënë nga namazi i duhas. Namazi i duhas. Gjithashtu transmetohet se Ka'b al-Ahbar i tha Ibn Abbasit: në librat e Zotit gjejt përmendur një namaz që falet pas lindjes së diellit. Ai është namazi i të penduarve, salatul awabin. Tha Ka'b al-Ahbar, pra namazi i të penduarve tek Allahu xhaleshano. Të penduarit, kjo është koha kur kthehen tek Zoti i falin 2 rekat namaz. Pendohen sinqerisht për gjunafet e tyre, kërkojnë nga Allahu t'i fal, t'i mbulojë ato, mos i bëj shkak që të privohet robi nga mirësitë e Allahut dhe nga risku dhe nga begatia e Zotit. Pra kërkojnë falje për gjunafet. Ky është salatul awabin, namazi i të penduarve. Ibn Abbas ju përgjigj, edhe unë e gjej në Kur'an, në tregimin e Daudit, ata e lavdëronin në mbrëmje dhe në agim. Pra tregon lidhje me namazin e duhas. Koha dhe rregullat e namazit të duhas. Namazi i duhas është një sunet i përqyeshëm. Ai falet në orët e paradites dhe qëndron në përpjestim me namazin e ikindis që falet në mbrëmje. Por tash është si kohë. Domethënë para perëndimit dhe pas lindjes së diellit, pra një kohë e parafort. Nuk duhet falur më njëherë pas lindjes së diellit, por kur dielli të jetë ngritur pak dhe të ketë marrë ndriçimin e plot, pasi të jetë zhdukur turbullira e parë e lindjes. Ashtu siç nuk lejohet vonimi i faljes së ikindis deri në kohën kur dielli ka filluar të verdhohet, të zverdhet fare. Po ashtu nuk lejohet as namazi i duhas para ndriçimit të plot të tij. Çdo më thënë që nuk lejohet të falet namazi i ikindis kur verdhohet dielli. Do thotë namazi i ikindis falet që në fillim të kohës dhe nuk lejohet vonesa e tij aq shumë saqë të fillojë dielli dal ngadalë të marrë atë zverdhjen e horizontit që fillon dhe gati për të perënduar. Pra nuk lejohet vonimi i namazit të ikindis deri në këtë kohë. Vetëm në raste domosdoshmërie. Pra nëse ndodh dikush udhëtar ose është i ngucur që nuk mund ta falë dot namazin, edhe e fal vetëm në këtë kohë, nuk ka problem. Deri në momentin e akşamit që pa perënduar dielli, e fal namazin e ikindis dhe elhamdullah është i rregullt, por nuk lejohet ta vonosh nëse je në kushte normale. Normalisht njeriu burrat e fal namazin në xhami, po ndodh pra që njeriu mund mos e ketë falur, nuk lejohet ta vonojë. Derisa, sepse kjo e ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në disa hadithe të tjera, është namazi munafikëve. E le vonon namazin e ikindis derisa vjen koha gati të perëndojë dhe ngrihet dhe yanquruha naqra al-ghurab. Domethënë e fal atë si punë e korbit që çuket misrat. Fal namazin shpejt që të mos i dal koha. Pra nuk lejohet ta vonosh, ky është qëllimi i kësaj fjale që tham për namazin e ikindis. Pra edhe një herë, në Sahih Muslimi transmetohet nga Zeid ibn Arqam, Allah qoftë i kënaqur me të, se i dërguari Allahut ka thënë: namazi i penduarve është në kohën kur të vegjëlit e deveve ndjejnë nxehtësinë e tokës. Na tregon në këtë hadith, kjo vjen në Sahih Muslimit, hadith i saktë. Çdo thotë që namazi i penduarve është në kohën kur të vegjëlit e deveve, fisal, kush janë fisal, në kupton të lindurit e vegjëlit të deves, që sapo janë dalë nga gjiri i nënës së tyre. Lëkura atyre është akoma ende e brisht. E rrëmda është nxehtësia e madhe e tokës. Kjo shprehje përdoret për të treguar orën e ditës kur toka nxehet, aq sa këta kryq të vegjël e ndjejnë në lëkurën e tyre nxehtësinë e tokës. Pra, ka dalë dielli dhe është ngritur mjaftueshëm, aq sa ka filluar të nxehë. Fillon ajo nxehtësia e parë e diellit që të shfaqet. Në këtë kohë, të vegjëlit e deves ngrihen dhe shkojnë në hije. E ka shpjeguar profeti sallallahu alajhi wasallam se kur është koha më e mirë namazit të duhas, që është namazi kujt? I tawabin ose awabinve, atyre që pendohen tek Allahu xhaleshano.
U përmendën këlyshët e deves të vegjlit pra, sepse ata i ndjen nxehtësinë e tokës më herët se nënat e tyre. Për mos treguar që nuk është në vakt një drekës që nxehet që edhe nënat edhe vetë ngrihen dhe ikin, largohen për në hije. Po flasim për të vegjlit, pra është afër kohës së lindjes. Po jo fare, edhe një herë duhet lëm pak kohë që të nxehet dielli. Kjo ndodh zakonisht në orët e duhas ose pak pas tyre. Pra në kohën e mesme ndërmjet lindjes së diellit dhe zenitit. Pra në kohën kur lind dielli dhe koha e namazit të drekës, ta them është dielli lind në orën 7. Namazi i drekës është në orën 1. Atëherë në mes të kësaj kohe, po thua se diçka më këtej, më afër lindjes së diellit, është koha e duhas. Kjo është koha e përshtatshme e namazit të ewabinëve, të penduarve. Kështu e ka sqaruar Qadhi Abu Bekr Ibn al-Arabi duke theksuar se ky është momenti më i përshtatshëm për faljen e namazit të duhas. Disa njerëz nxitojnë këtë namaz para se të hyjë koha e tij, për shkak të angazhimeve apo nxitimit, por nuk duhet që ta falësh në kohën e ndaluar të paktën. Pra, gjatë kohës ku lind dielli, lere të lind dielli, të ngrihet si thon një hosten, të ngrihet mbi horizont. Dhe pastaj fale. Pra, është lindja e diellit, lere të paktën kaloj 20 minuta, gjysmore pas orarit dhe pastaj alhamdulillah mund ta falësh nëse ke preokupime. Vlera dhe shpërblimi i namazit të duhas. Kanë ardhur hadithe, ka dhe hadithe të dobta e kanë sjell dietarë dhe i kanë përmendur se kjo është në lidhje me dobinë e punëve dhe shpesh i kanë përmendur dietarët të hadithe, por ka dhe hadithe shumë të sakta te Buhariu Muslimi që tregojnë për vlerën e namazit të duhas. Disa nga këto hadithe transmeton Tirmidhiu nga Anas ibn Malik, se dërguar Allahut ka thënë: kush fal 12 rekate duha do t'i ndërtojë një pallat prej ari në xhenet. Sheikh Albani ka përmendur te hadithet e dobta, kjo është një hadith i dobët. Ndërsa në Sahihun Muslimit, kjo është hadith i saktë, Ebu Dheri transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo mëngjes për çdo nyje të trupit të njeriut është detyrë për të dhënë sadaka. Sa nyje ka trupi i njeriut? Nyjet e duarve, të krahëve, të këmbëve, të trupit vet, të qafës. Domethënë, sa nyje ka trupi i njeriut në veten e tij? Për çdo nyje të trupit të njeriut është detyrë për të dhënë sadaka. Është mirësi e madhe nga Allahu dhe besha. Përfiton një trup të ngurtësuar që s'ka mundësi të veprojë. Duar domethënë që ti si mbledh dot. Pa nyje punon dot, jeton dot pa to. Ose një trup që s'ka nyje të përthyet. Kjo është mirësi nga Allahu dhe besha. Ti një nyje nuk të punon te shtylla kurizore ose te këmbë, domethënë dhe shkon në 100 doktor vetëm për ta rregulluar që të funksionojë, të jesh në rregull dhe të jetosh. Subhanallahu. Për çdo nyje thot profeti sallallahu alaihi wasallam, është detyrë për të dhënë sadaka. Çdo tesbih është sadaka. Çdo la ilaha illallah është sadaka. Çdo Allahu akbar është sadaka. Çdo urdhër për të mirë është sadaka dhe çdo ndalim nga e keqja është sadaka. Dhe këto të gjitha mjaftohen me 2 rekate një njeriu i fal në kohën e duhas. Subhanallah. Domethënë ti ja për sa të bësh shumë sadaka për gjithë këto nyje, 2 rekat namaz të duhas, ti e ke dhënë mirënjohjen për këto nyje që të ka dhënë Allahu në trupin tënd. Dhe mos harroni, mirënjohja për diçka ofron çfarë? Ruajtjen e mirësisë që të ka dhënë Allahu dhe përmirësimin e saj dhe shtimin e saj. Atje pa Allahu alhamdulillah që të përjetosh edhe ti shijosh këtë mirësi që të ka dhuruar dhe mos të privohesh prej saj. Subhanallah. Në një transmetim tjetër të Tirmidhiut nga Abu Huraira, megjithëse ky është i dobët, ka thënë kush e fal rregullisht namazin e duhas do t'i falen gjunafet edhe sikur të ishin sa shku mbajteti. Hadith i dobët, për sa i përket anës teknike them të hadithit, megjithatë, bujari Allahu subhanahu wa taala është shumë më e madhe se mund ta mendojmë. Gjithashtu, Sahih në Buhariu dhe Muslimit. Abu Huraira thotë: miku im i dashur, profeti sallallahu alaihi wasallam, më porosriti për 3 gjëra që të mos i lëkur derisa të vdes. Agjerimin e 3 ditëve çdo muaj, faljen e namazit të duhas dhe të mos bie në gjumë pa falur vitrin. 3, domethënë porosimi dha më i dashuri, thotë Abu Huraira. Edhe një herë e para, agjerimin e 3 ditëve çdo muaj. E dini, çdo muaj do mund të jenë ditët e mezit, më 13, 14, 15 hënorët, pra se kjo ka sevap. Pra e rëndësishme 3 ditë gjatë muajit. Një muaj mos kaloj pa agjeruar 3 ditë prej tij. Nuk i rinte asnjëherë Abu Huraira këto. Gjithashtu e dyta, faljen e namazit të duhas dhe të mos bie gjumë pa falur vitrin. Pra këto ishin këshilla i jepte profetit sallallahu alaihi wasallam, ishin shumë të rëndësishme. Pra namazi i duhas është, mendoni sa të pakët janë ata që e bëjnë, Allahu musta'an. Edhe pse ka vlerë kaq të madhe. Ky është versioni i Buhariut. Ndërsa Muslimi përcjell me fjalët
dhe 2 rekate duha. Pra e përcakton Imam Muslimi sa rekate e faleshe, ose e ka porositur, janë 2 rekat namazit duha. To hadithi tregon se minimumi i namazit duha është 2 rekate, ndërsa maksimumi është 12 rekate, me gjithë dobësinë hadithi i thon pak më sipër, por nga profeti sallallahu alajhi wasallam ishte që ai fali 8 rekat tek Ummu Hani dhe kjo është sakt. Disa thonë që është namazi i duhas. Disa thonë që ai është namazi i fethit, pra çlirimit të Mekës. Megjithatë, nuk është momenti që të zgjidhet kjo temë tashmë. Sidoqoftë, namazi i duhas pra ka vlerë të madhe. Në hadith transmetuar nga Aisha, profeti ka thënë: çdo njeri nga bijtë e Ademit është krijuar me 360 nyje. Kush e madhëron Allahun, e falenderon, dëshmon njëshmërinë e Zotit, pra duke thënë la ilaha illallah, e lavdëron dhe kërkon falje prej tij, apo largon një gur, një gjemb ose një asht, një koskë nga rruga, se në atë kohë ato ishin pengesat e rrugëve, pra asht nga rruga e njerëzve, urdhëron për të mirë ose ndalon nga e keqja, në numër sa janë ato 36 nyje, pra i bën 360 gjëra të tilla. Tasbih, tehlil, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, i thot 100 herë, domethënë arrin 360 këto e lartë. Thot ai atë ditë kalon mbrëmjen duke lavdëruar, duke e larguar veten nga zjarri i xhehenemit. Këtë ka sjellë Imam Muslimi. Pra nëse bën tasbih, tehlil, pra duke thënë la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, urdhon për të mirë ndalon nga e keqja, largon një pengesë nga rruga. Pra gjitha këto vepra edhe janë mbi 360 të tilla, ai njeri thot e kalon mbrëmjen duke e larguar veten nga zjarri i xhehenemit. Dhe ta qëndrojmë pak te ky hadith. Fjalët e tij 2 rekate mjaftojnë për këtë, se Imam Muslimi sjell në këtë hadith dhe 2 rekat namaz duha mjaftojnë për të gjitha këto. Pra edhe sikur mos i bësh ato tesbihet, nëse fal 2 rekat namaz duha, ti alhamdulillah e ke kryer, domethënë këtë lloj mirësie, ke arritur këtë lloj mirësie që të ofrohet. Pra, fjalët e tij 2 rekate mjaftojnë për këtë, do të thotë se këto 2 rekate zvendçojnë gjithë ato sadaka, sepse në namaz njeriu përdor të gjitha gjymtyrët e trupit. Në adhurim, kështu çdo pjesë e trupit e përmbush funksionin e saj. Në namaz, gjithë nyjet e trupit lëvizin pra dhe e falenderojnë Allahun dhe në një farë mënyre ky trup për cilin ti po jep të sadaka, kur fal 2 rekat namaz, elhamdulillah, ai e ka dhënë atë mirënjohjen e tij për mirësinë e këtyre nyjeve që ke në trup. Para në këtë hadith, profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon se me çmënyrë mund të shprehet mirënjohja për këto begati që edhe ai të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit. Ka thënë kush e madhëron Allahun, domethënë lartëson atë, thot Allahu akbar, e falenderon Allahun duke thënë alhamdulillah, shpall njëshmërinë e Zotit me fjalën la ilaha illallah, e lavdëron atë duke thënë subhanallah, dhe pastaj largon një rrugë apo gjëm apo pengesë nga rruga e njerëzve. Pra e pastron rrugën nga çdo gjë që mund të shkaktojë dëm të tjerëve. Me fjalë të tjera përpiqet të jetë i dobishëm për të tjerët. Mirë të mos u sjell mirësi, domethënë po, të paktën të largoj dëmin. Të mundohet domethënë që mos u sjell dëm dhe të ruhen të tjerët prej tij me qëllim të sinqert për të hequr pengesën e për të bërë mirë. Po ashtu ai që urdhëron për të mirë ndalon nga e keqja, hyn në kuadrin e këtyre veprave shpërblyese. E mira, pra ma'ruf përfshin çdo akt që përputhet me bindjen ndaj Allahut dhe që sjell dobi dhe mirësi për njerëzit. Ndërsa e keqja, el munker, është çdo vepër apo fjalë që është ndaluar dhe shojnë drejt gjunafit dhe kundërshtimit të Allahut. Pra ai që urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, ai elhamdulillah në edhe arrin pra themi 360 të tillë punë të mira, elhamdulillah e ka ruajtur veten e vet nga zjarri i xhehenemit. Kështu kush bën këto vepra të mira, në numër sa janë nyjet e trupit për 360, ecën në këtë botë i mbrojtur dhe në ditën e gjykimit do të jetë i larguar nga zjarri. Hadith i saktë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Në hadith e Muslimit, sjell nga Abu Dherri, profeti ka thënë 2 rekat të duhas mjaftojnë për të gjitha këto sadaka. Subhanallahu. Po ti bësh të gjitha ato si thanë në mëngjes, pra bën njeriu edhe tasbihun, edhe urdhërim për të mirë ndalimin nga e keqja, dhe përpiqet të ruajë veten e vet, fal namazin rregullisht, është njeri i hajrit dhe bën dhe këtë çështje, elhamdulillah. Domethënë elhamdulillah Islami e ka bërë të thirrë Zoti. Dhe mirë do të jesh në këtë dynja dhe mirë edhe në ahiret. Pra njeriu të mos i lërë këto punë i përftuan pra nga rregulli ose nga domethënë adhurimet që bënte profeti Daud alayhis salam. I përftuan këto dobi. Salavatet e Allahut qofshin profetin Daud dhe gjithë profetët e Allahut dhe në mënyrë të veçantë profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Më pas Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo do të jetë pjesë e mësimit tjetër inshallah,
Ne e forcuam sundimin e tij. E përforcuam sundimin e tij dhe i dhuruam, thot Allahu subhanahu wa taala, urtësinë dhe drejtësinë në gjykim. Normalisht këto janë mirësi shumë të thella që ja dha Zoti Xheleshanu Davudit alayhis salam dhe vlen që të meditojmë në to, sepse ç'është ai që nuk dëshiron pra që Allahu subhanahu wa taala t'i jap pushtet ose sundimin të dynjë dhe padyshim që to ishin këshilla për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur thot Allahu Xheleshanu që i dha Davudit alayhis salam to mirësi, pra e forcuam sundimin e tij. Ne e forcuam sundimin e tij dhe i dham urtësi dhe profecia padyshim. Dhe i dham fasl al-khitab, dhe i dham atij domethënë gjykimin e drejtë që është ndarës i vërtetës nga kota. Ja dhuruam Davudit alayhis salam. Çfarë përfaqësojnë gjitha këto mirësi? Kjo është mirë që njeriu të meditojë në to, në mënyrë që edhe ai elhamdulillah, mbase po në nivelin e profetit se merr dot, por elhamdulillah si pasues i profetëve, të jetë dhe ai të ketë to mirësi që elhamdulillah të shijojë mirësinë e Allahu xhaleshanu në jetën e kësaj dhunjaje dhe në ahiret. Pra për radhës tjetër, ne e forcuam sundimin e tij dhe i dham urtësi dhe gjykim të drejtë dhe ndarës të vërtetës nga kota. Elus Allahu subhanahu wa taala na bëj adhurues ndaj tij, na bëj nga ata që nuk lën rrugë pa u përpjekur për ta adhuruar Zotin xhaleshanu, për ta mbushur jetën me punë të hajrit, punë të mira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.